Prandaj edhe e përmenda një nga rastet ka qenë ku zoti Abdi Gjiku e vajton Paris Gurin, pra një deputet të ri të LDK-s, i cilit janë marrë mbi 100 apo 200 vota, nuk e di tash sigurt sa ishte në fund. Por në anën tjetër, zoti Abdi Gjiku do ishte shumë e korrekte nëse do të fliste për fenomenin, sepse pak rëndësi ka se kujt sa vota i janë marrë, apo kush sa vota i ka vjedhur në këtë rast. Në fund të ditës në partinë e tij nuk është se përjashtohet nga ky veprim. Pra, në total LDK-ja ka 4587 vota të vjedhura në përgjithësi në gjithë këto kuti sa e numëruar deri më tash. Kështu që zoti Abdi Gjiku absolutisht që po e përdor këtë edhe për atë luftën e brendshme politike që LDK-ja ka tashmë, pra faktin që një pjesë e saj po kërkojnë që zoti Abdi Gjiku të dorëhiqet për shkak të rezultatit të dobët të LDK-s. Në anën tjetër ai kam përshtypjen se ka pretendime që ta vazhdoj pra tjetë në postin e kryetarit, megjithatë kjo mbetet dhe shihet cili do të jetë vendimi i kuvendit të përgjithshëm të LDK-s, por mendoj që reagimi i tij nuk ja vlen as të diskutohet, nuk për faktin që zoti Abdi Gjiku si një lider do duhet të merrej me fenomenin dhe jo ta shfrytëzoj një veprim të gërditshëm, do të thoja, të gjitha partive pa përjashtim për luftë brendshme politike. Sepse në fund të ditës, nëse marrim parasysh atë çfarë thot ai, as nuk është hikmet e Bajramit që ka marrë vota dikujt apo dikush tjetër. Në mesin e LDK-s shumica emrave janë, po them, ose emra të rinj, ose emra, po them, jo shumë të njohur, kryesisht anonim. Përjashto këtu drejton Selmana, ndoshta që është pak më i njohur si emër, edhe ka qenë pjesë e grupit parlamentar si deputet edhe më herët, po përndryshe, pra po them, zoti Abdi Gjiku më mirë do duhet kërkonte ndoshta rinumërim të përgjithshëm dhe kërkonte ndoshta që drejtësia, institucionet merreshin me gjithë ta njerëzit që kanë qenë të përfshirë në këto skema dhe jo thjesht të mbronte një emër të caktuar me gjithë respektin për të, sepse në fund ditës në këtë rast është procesi zgjedhor dhe janë votat e qytetarëve më të rëndësishme se sa një kandidat kushdo qoftë ai. Dhe aq më tepër që ne nuk bëhet fjalë për tjetërsim të votës LDK-s, por po flasim për deputetët e brendshëm. Pra, Abdi Gjiku t'i është kërkuar përgjegjësi për marrjen e vetëm po them 15 mandateve, jo sepse u fut X-i apo Y-i. Absolutisht. Mirë, ka hetim për këtë çështje? Kjo është ideja. Këtu është edhe arsyeja pse më do çuditshëm reagimi. Besoj që po është vëralla. Fakti që ta zëm kryeprokurori në Prizren vetë se ka urdhëruar policinë pra që të fillojë me identifikimin e gjithë personave që kanë qenë të përfshirë, duke pas parasysh se ndoshta Prizreni është një nga komunat më të prekura Esmeralda nga ky fenomen, sepse kemi diku tek rasti i PDK-s, ta zëm, ishte ai deputeti Paqarizi që ka numrin më të madh, pra mbi 6000 vota deri tash që janë keq përdorur. Kështu që besoj që këtë rrugë do ta ndjekin edhe komuna tjera ose eventualisht gjithë rasti duhet të kaloj tek prokuroria speciale që do duhet merresh me këtë çështje dhe normalisht do duhet kishte dënime ashtu siç i parashë ligji, ndoshta edhe më të ashpra në këtë rast, sepse në bazë të ligjit gjithë ta njerëz që mund të jenë përfshirë në këto veprime mund të marrin edhe dënim me burg nga 3 deri në 5 vjet, por të them drejtën në këtë rast, duke qenë se nuk po them se duhet bëjmë një ligj trina për këtë çështje, por unë besoj që ka mjaftueshëm norma ligjore mbi të cilat këta njerëz do duhet me të vërtetë merrin dënimin e merituar në mënyrë që situatat e tilla thjesht merrej mësimi që situata të tilla të mos përsëriten. Dhe unë besoj që tashmë shumë shpejt, duke pas parasysh që edhe gjatë zgjedhjeve ka pas prokuror të angazhuar, unë besoj që në përgjithësi prokuroria qoftë themelorja në çdo qytet, qoftë prokuroria speciale sigurisht që do të fillojë të merret me këtë çështje, por vetë se kemi pra një hap që është bërë në Prizren dhe unë besoj që kjo do të ndiqet pak a shumë edhe në komuna tjera. Faleminderit Kosovë.